Fotografit e vjetra I shikon me buzë në gazë me duar që I dridhen. E kaluar e tij nuk ishte më e lumtur sa për të buzëqeshur, por ishte krenare dhe motivuese. Teksa shikon këto fotografi, 64 vjeçari Medi Deliu kujton vitet e rinisë, kur gjithçka ishte ndryshe, kur gjithçka ishte me më shumë kuptim se sot. Si një 18 vjeçar, Deliu kishte marrë pjesë në demonstratat e viteve të 80-ta, që më vonë edhe u burgos si shkak I tyre. Po, në atë kohë, fillun demonstratat më së pari nga studentët, edhe ne me të drejtën, kam qenë të muzikor, atëherë se kam ditë ashtë s'ka është kushtetuta, o këtonë asë Republika termin nuk e kam ditë, por bashkimin kombëtar e kam ditë se kam dëquar në shtëpi tona në oda tonë. Me 2-3 pellë vinë demonstratat në Vështri, dhe aty edhe si sportist që kam qenë në vijat para edhe kem posë edhe duele me policë, që këshim për nga Serbia, nga Macedonia, nga Bosna, nga gjitha Jugoslavia atëhershme. Shqyroshin sy pushtetit Serboslav, Jugoslav, edhe ashtu fillun vërgosja ime babajt e xhaxhait. Si shkak e që I pjesëmarrjes demonstrata, po? Vllau të madh ishte atëherë nuk është në ushtrinë Jugoslave, thuja e tërë familja u burgos. Po, shkaku, kryesori isha unë, se isha në balë për të istavë, si djali ri, pa ditë më rujt, pa ditë më mbrojt. Deliu thotë se në atë kohë qëllimi ishte bashkimi kombëtar, sepse nuk e dinte çfarë ishte kushtetuta dhe termi republik. E kam dashur Enver Hoxhën, edhe e kam desh bashkimin kombëtar, thelbi ka qenë kë, po më kon vetë që shumë ka vetë gjykatë që në gjithë qa është kushtetuta, s'kam ditë mjak të vjetë, dhe qa është termi republik nuk kam ditë. Tash mund të bëna hipokrit, po kjo ka qenë e vërteta. Na kem kërku republik në kuadër të Jugoslavisë. Me të drejtë shkëputje. Se kemi qenë edhe një pikë atë pjesë për bërse Serbisë, ne kem kërku më hjek ajo pikë edhe me qenë një republike barabart me gjitha tjera deri në shkëputje. Atëherë fuqia Jugoslave ka qenë shumë e madhe, na shkele, na shkatru, na vëran, na burgosën. Mirë po nësë ndale. Karvani vazhdan dhe e arritëm qëllimin. Gjithsej Mediu kishte kaluar 5 vite në burgje dhe gjithashtu tregon për maltretimet që bëheshin atje. Në të drejtën ata më akuzun se unë jam organizatori I demonstrata. Mirë po nuk isha organizator. Vetëm keni qenë prerës. Po, në balli pari po, mirë po, organizatori, ose ku, unë nuk isha kapacitet me qenë një organizator. Unë sot mund këto para juve të shesmene, gjithë s'ka, mirë po, unë për të rgoja të sinceritetin edhe realitetin që ka qenë. Pa unë kanë dënu 2 vjetë. A I ke vujt 2 vjetë, apo pastaj me riqikim ke mujt? Ja, I ka mojt. Pastaj si jam dalë mas 4 muaj, apetëm më kanë dënu 2 vjetë, sepse kam vazhdu edhe gjithmonë e kam festu për vjetorin e demonstratat. Nuk e kam dalë aktivit. Ama në përgjithsisht I kam 5 vjetë e diçka bërë, vetëm për të fituar Republikën tonë të dashur. Po, me të drejtën, unë kam qenë I burgosën edhe me bajanakën tema, ajo ka qenë edhe nur 11 vjetë burg dinorit surri. Atëherë s'kemi qenë misë me zveti, po ma vonë. Kryesisht në Kosovë ka pasë shumë vujtje, edhe duke tentuar që me dhunë të pranojmë gjithçka. Që unë të bëha me dhunë dëshmitari, ja ti të bësh dëshmitari. Disa s'kan pranuar, disa nga dhuna që s'kan mujtë me. Po ka qenë dhuna atash. S'mune me përshkrum këtë kohë të sotit, që është e pabesueshme. Sipas Deliut, momenti më emocionues dhe më I gëzuar ka qenë kur I kishte mbërritur uniforma e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Vjen koha e helmimeve në zanës tonë,
Pastaj vjen dëbimi në nxënësve shkolla tona, kur policia e Kosovës, policinë e Kosovës i largojnë da detyra dhe unë jam polici po në Republikën e Kosovës që i kam mbrojt shkollat tona. Nuk je që edhe polic? Po, i Republikës Kosovës. Polic, jo polic, që shka qenë me detyrat herë, po kam qenë mbrojtje të profesorëve dhe nxënësve të asaj kohë. Termi luft është i rëndë, edhe gjithçka duhet me qenë me ik luftën. Sepse lufta është shkatruese e mirë, po është kur është e pashmangshme. Me thonë drejtën se me idea, po parlov që shme qujnë mu më sodërën, unë e kam prit me plot knatësi. Vjen betejë e Likoshonit, Qerezit, pas një mbrojtje që Serbosnave sulmojnë Likoshon dhe aty hosin një rezistencë fortë të armasosur atu që kës, vritën rreth 28 civil shqiptar, pra aty fillan. Pastaj vjen lufta e Lagjës Jashari, jo Adem Jasharit, krye komandantit, për mua Adem Jashari nuk është legjend, për mua është krye komandant. Legjendat janë mitet, hipnotizuara, ndërsa ai është i gjallë. Dhe për mua gjithmonë është krye komandanti i ushtrisë shqiptare të Kosovës. A me thonë, fillon lufta në Lagjën Jashari. Aty, pushka e parë ka krisë të Sala dhe Amit Jashari. Se dhe pozita geografike, ata kur janë hy kanë filluar. Dhe ata e kanë bo një luftë deri sa i fundit është. Pastaj ka zëru lufta dhe dihet pastaj lufta Adem Jasharit familjes. Edhe Lagjës Jashari, ramja e tyne, sept kanë mendu se me vroqen Adem Jasharit, dhe me thonë populli shqiptar do të ndalet. Dhe ata do të vazhdojnë me okupimin e Kosovës. Mirë po s'doli ashtu. Sepse populli u organizu shumë shpejt. Ushtria qimtare e Kosovës mori një përkraje të madhe. Jo vetëm në Kosovë, po edhe jashtë në diasporën. Aty nuk kemi pas vetëm antar apo ushtar të ushtrisë qimtare të Kosovës, vetëm shqiptar, po kemi pas edhe gjitha shteteve tjera aty këto, jo, atë shumë pa me numër. Do të ceku se jeta ime më e lumtur ka qenë atë ditë kur më kam rri uniformë me ushtrisë qimtare të Kosovës. Dhe kur e kam vesh atë uniformë. Moj men kanë qenë i pilot, një 15 minuta s'ka mujt me arën vetë. A që i knaqër që kam qenë edhe emocionuar. Pastaj, vjen dalja në skejnë unë që kasë. Me atë kohë, ushtria qimtare e Kosovës ishte pozicionuar në zonën operative Drenicës, nuk ishte zona tjera. Dhe më thonë gjithë shka, aty ishte edhe, o bënd të fjallë që më përhop se cilin e për zonat veta. Kur erdhi më formua dhe zona operative Shalës, unë nuk kalova kënej. Nuk kalova sepse kisha formu shoqëria atje, isha në ushtari hershëm i zonës operative Drenicës. Edhe me veta në Drenicë, se edhe për ardhen e kem nga Drenica Deliu, dhe më thonë nga Prekoz Jepër. Parë tonë janë nga Prekoz Jepër, edhe fakti edhe Zoti më qoj aty, ka janë pasorësit e mipra. Ndërsa rastet prekse të cilat i kujtojnë ndikim të emocioneve kanë qenë edhe rënjet e dëshmorëve, e sidomos gjenerata të reja. Me thonë, ushtria qimtare e Kosovës ka pas ramja dhe ngritje. Ka qenë në rast unik edhe shumë prekës vrasja e Abedin Regjës Sandokanit. Njeriu që me aksionin e parë është njoft ushtria qimtare e Kosovës. Në vojnik e ka bën një betejë shumë të fortë. Pastaj në pabesi vrahet. Edhe ka qenë një rast shumë i rëndë, prekës. Pastaj bjen dëshmor
Theve, gjevë dhe Fatime e teme, komandanti brigadës 114, edhe aty kemi pas një ramje shumë të madhe, një nërë mas kësaj, brigada 114, se një ladrup që ka humbë mas shumë t'i komandantë. Vjen ramja Ilja Skodrës, edhe i ka qenë me nërë mas femi. Mas femiut ka qenë komandanti brigadës 119. Tranda kanë qenë çdo ramje dëshmorëve, po i përmeni këtu që ka janë kryesore, pastaj ramja e Muj Krasniqit në Kufija, këto me shokë. Kështu që këto janë në mendjen edhe në kokën time nuk largohen kur. Ka dëshmorë shumë të ri. Fatkeqësisht, ne kem dëshmorë mas shumë të ri. Sepse ata kanë qenë, nuk kanë qenë në djeni as si të mbrojnë, as si të sulmojnë, as kur. Ne i kemi rujt, po kur ka fillu në fronti, së shpasën 6 metra, këtone. Pra ta vjen, shpesh kur mendoj, më shumë më dhime në ata dëshmorë që kanë qenë të ri. Dhe ka pas edhe që keni qenë bashkë, keni operuar një të zonë që pra nga dëshmorë që kanë qenë shartëria. Shumë. 17, 18, 19, 20 vjetë, në lullën më të mirë të njësë. Mediu nuk ishte marrë pjesë vetëm në luftën e Kosovës, por edhe në atë të Preshevës. Në thënë të drejtën, kur dëgjova se po fillon lufta në Kosovën lindore më në sfrita. Sepse e disha se shqiptarë kudo që janë të vujtën. Edhe me siguri që në drejtë kanë me fitu. Ndoshta, ju plot se po e disha që kanë me fitu. Edhe me nëzis prisha mi shkatru nga teritori sërbë, mi bashku ose me normal, me Kosovë. Edhe shkova për ata, edhe isha im dhe fosën në forcat sërbëslove, që me marrë hak. A keni shkuj vetëm apo me? Jo, kem shku. Më kanë thirë mu vetëm, pastaj jam këthy, jam organizu, e kam bo rrethin tema, këto në jo, dhe pastaj me një të diqka ushtarë kam shku. Preshime, Dvezë dhe Bujanoc. Dhe atje, u bo një luftë, më thonë drejten, Komitetin ndërkombëtar nuk e pranoi atë luftë. Si luftën e Kosovës, nuk e pranoi. Dhe na ndaloi. Thuja pa arritur një qëllim të vogël, po jo ato që ka kemi menduar. Sigurisht që ka qenë shkënjim i madh. Me thonë drejten, kur jam këthy nga Kosova lindore, një 5 muaj veç kam pi. Qaq që jem koni demoralizuma o këto në ja. Edhe thuja ma shumë kanë qeve i pitë. Atë që i demoralizumë që kanë qeve. Dhe jo, nuk u mjaftua me kaq, ai ishte kyqur edhe në luftën në Maqedoni. Pastaj vjen lufta në Ilirit në Maqedoni. Me gjitha dëshpërimin që pësova në Kosovën lindore, që sa rritëm qëllimin tonë. Goftun Zimo Zreni dhe Ali Ahmeti, ata i kanë pas edhe shokë edhe gjatë luftës Kosovës. Edhe u taku më banë një bisede. Shkova, ika. Me të drejta në atje, kur shkova në Maqedoni ishte pak një kulturë ma tjetër se jo një në Kosovë. Çfarë aspekti? Ka çështja fetare ata shumë tjetër. O këtëne. A ka ndiku kjo diçka në procesin që jo për çka keni shkuar, po? Jo, s'ka ndiku për ata, po e pasha një kulturë kaj tjetër. Dhe unë kur nën muj kam qenë kur as një birë, as një rakia, s'kur s'kam pi. S'kum desh me thuj regullën e tyre, respektin e tyre, këtëne. Gjatë luftës Macedonisë, kishëm bo edhe pak përvoj.
Të drejtën, këtone, kishëm përbojnë luftaroke. Kemi qenë shumë të fortë. Macedonët janë populli më i keq që ekziston në Ballkan. Mirë po se ka fuqinë, se me pos fuqinë Macedoni, as Sërbis është më i keq se Macedoni. Kanë fillu luftën. Mirë po edhe atë, shqiptarët arsë njëherë nuk kanë qenë 100% bashkuar. Na u boni tradhti. Gjatë natës na e morën kalanit e Tovës, edhe kur merret ajo pika aty i rrezikum. Atëherë jam kthyer në Shqipëri. Jam armatos. Dhe ka marrë edhe në Kosovë, ka marrë edhe 113 ushtarë, edhe kemi udhëtu për Shqipëri, pastaj edhe kemi fitu kalamet të Tovës. Me marrjen e kalasë të Tovës, pastaj betejë tjera, kemi fitu gjitha. Domethënë, kemi qenë shumë të fortë në luftë. Vetëm Amerika, se na i shpashëm. Në Greqia, në Bullgari, asë një Macedon nuk jetë kë. Në Macedoni i mirë, po me njerë politika i fortë i ndërhy. Më thënë, atje, bile kam pos një komunikim kështu për e apo që të nalë, se unë se pranojsha marrëveshjen e Ohrit, duke po se jemi të fortë. Kur më ofër qëllimin e bashkimin e Shqipëri nuk e kishëm edhe së pranojsha nasë në një. Pastaj, për i lartit, më drejtu nuk kisha telefonin satelitor, edhe më thirrën në gjuhën shqipe, më thanë që ose po pranon, ose do luft me Amerikë. Edhe pastaj, çka ti thësha nonave, të shtarëve të mi, me kanë është vranë me Amerikan. Edhe u do të rova, dhe në drejtë që edhe në lekë. Rrëfimi i Mehdi Deliut pasqyron jetën e njeriu që pavarësisht vuajtjeve, sakrificave dhe sfidave të shumta, mbetet i përkushtuar ndaj idealeve të tij kombëtare.